Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'il anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanuhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës përse të zgjedhim Islamin si fe. Në një botë ku njeriu përballet me sfida, qofshin shpirtërore apo të tjera, morale dhe ekzistenciale, zgjedhja e një rruge që jep kuptim jetës së tij bëhet domosdoshmëri për ta. Feja, si lidhje e njeriut me krijuesin, është udhërofyesja më e lartë për shpirtin njerëzor. Ndër të gjitha fetë që ekzistojnë, Islami paraqet një sistem të plotë dhe të harmonizuar që përfshin çdo aspekt të jetës, përfshin adhurimin, drejtësinë, moralin, ekonominë, familjen dhe marrëdhëniet shoqërore. Zgjedhja e Islamit nuk është vetëm një akt besimi, por një vendim racional i bazuar në logjik, etik dhe i përqendruar në të mirën e njeriut në këtë jetë dhe në jetën e përjetshme. Një nga veçoritë themelore të Islamit është theksi absolut mbi monoteizmin, besimin në një Zot. Ajeti i njohur thot: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, ai është Allahu, një dhe i vetëm. Allahu është absoluti të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. As nuk ka lind, as nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabartë, ai krahasueshëm me ata. Janë ajetet e surës Ikhlas. Ky koncept i pastër i njësisë ose tauhidit të Zotit ofron një qartësi dhe thellësi që largon çdo dyshim për natyrën e Allahut. Nuk ka ndërmjetës, nuk ka figurë hynore të ndryshme që ndan pushtetin me Zotin e gjithësisë. Kjo e bën Islamin unik në strukturën e tij besimore, duke i dhënë njeriu mundësinë të lidhet drejt për së drejti me krijuesin e tij. Islami nuk është vetëm fe e adhurimit formal, por një sistem që promovon drejtësinë, ndershmërinë dhe mëshirën. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Unë jam dërguar për ta përkryer moralin e lartë." Ky qëllim tregon qartë se Islami synon të ndërtojë një shoqëri të ndërtuar mbi virtyte, mbi moralin e lartë dhe të gjitha këto të jenë me vlera të mëdha tek njeriu. Në Islam, ndihma ndaj të varfërve, respekti për prindrit, ndershmëria në tregti dhe dëmshuria ndaj jetimëve janë të gjitha vepra që kanë vlerë të madhe shpirtërore për njeriu. Allahu i plotfuqishëm në Kur'anin e shenjtë thot: Bismillahirrahmanirrahim. Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon immoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ja vini veshin. Ajeti 90 i surës Nahl. Ky është sistemi i drejtësisë shoqërore, që ofron një alternativë të shëndetshme për botën moderne të mbushur me pabarazi dhe padrejtësi. Ky është Islami. Ky Islam që ofron një udhëzim të qartë jo vetëm për aspektet shpirtërore ndaj njeriut, por edhe për ato praktike të jetës, nga higjiena dhe ushqimi, deri te marrëdhëniet familjare dhe te drejtësia penale. Kjo gjithëpërfshirje i jep kësaj feje, fesë së pastër islame, një karakter të plot unik. Çdo aspekt i jetës, qoftë personal apo shoqëror, gjendet i përmendur në Kur'an ose në mësime profetike pra në sunetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: Allahu nuk e ka lënë njeriu në errësirë, por i ka dërguar dritën e udhëzimit përmes pejgamberëve dhe librit të tij. Kjo e vërtet i jep siguri dhe qëndrueshmëri çdo njeriu që zgjedh Islamin, sepse ai nuk mbetet i humbur në detin e pasigurisë, por udhëhiqet me dritën e shpalljes hynore. Profeti i Islamit është përshkruar kështu në Kur'an: Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe përmend shumë Allahun. Ajeti 21 i surës Ahzab. Pra profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte një njeri i mëshirës, durimit, urtësisë si dhe drejtësisë. Sjellja e tij me të varfrit,
të afërmit, gratë dhe fëmijët, ishte e mbushur me dashuri dhe budësi të plot. Ai nuk ishte vetëm udhëheqës shpirtëror, por edhe një reformator shoqëror dhe model i jetës së ndershme. Zgjedhja e Islamit nënkupton ndjekjen e shembullit më të lartë të moralit dhe drejtësisë njerëzore. Islami pra nuk është vetëm fe e kësaj bote, por gjithashtu ofron një përgjigje të qartë për pyetjet rreth jetës së përtejme. Allahu më mëruar thotë në Kur'anin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim, sa për ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, ne do t'i shpijojmë në kopshte nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të banojnë përgjithmonë. Ajeti 57 i surës Nisa. Kjo është edhe shpresa për shpëtim të përhershëm, që jep kuptim jetës tonë dhe e bën njeriu të punojë për një qëllim të madh. Një përpjesarve të familjes së profetit Muhammad, Imam Sadiku paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush i nënshtrohet urdhrave të Allahut dhe i shmanget ndalesave të tij, ai ka zgjedhur lumturinë e përhershme. Pra zgjedhja e Islamit si fe nuk është vetëm një akt tradicional apo kulturor, ajo është një vendim i ndërgjegjshëm, i mbështetur në të vërtetën, në logjikën dhe në natyrën njerëzore. Islami pra i ofron njeriu një lidhje të drejtë për së drejtë me Zotin, një mënyrë jetese të drejtë, një shoqëri të ndërtuar mbi vlera dhe një premtim për shpëtim të përhershëm dhe të përjetshëm. Prandaj zgjedhim Islamin, sepse në një kohë ku njerëzimi po kërkon udhëzim, qetësi shpirtërore dhe drejtësi, përgjigjja qëndron në thirrjen e përhershme të kësaj feje, ku Allahu i plotfuqishëm thot: Bismillahirrahmanirrahim, a mos kërkojnë ata diçka tjetër përveç se fesë së Allahut, ndërkohë që atij i përulen të gjithë ata që gjenden në qiell dhe në tokë, me hir a me pa hir, dhe tek ai do të kthehen të gjithë. Ajeti 83 i surës Al-Imran. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, kjo është edhe tema e ditës së sotme, duke uruar që Allahu xhaleshanuhu të na mbarësojë, të na udhëzojë dhe të na bëjë prej atyre të cilat themi, dëgjuam dhe u bindëm gjithmonë ndaj fjalës së Allahut xhaleshanuhu. Në këtë moment ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju.